Mbrëmjen e djeshme, moderatori Ledion Liço zbuloi datën e finales së Big Brother VIP 4. Banorët dolën në oborin e shtëpisë dhe festuan me njëri tjetrin, pasi mësuan datën e finales së reality show. Madje në një moment, Egli i dha një përqafim të fortë dhe të gjatë gjestit, si për të treguar se po i uronte fitoren. Por kaq zgjati paqja dhe menjëherë filluan debatet në shtëpi. Rozana Radi dhe Egli Tako kanë qenë duke debatuar ndërkohë që Gjesti vazhdonte programin e vet. Ai u pa duke hequr atleten dhe më pas ka nuhatur çorapen për të kontrolluar nëse kishte erë. Ky veprim u kap menjëherë nga audienca dhe brenda pak minutash u bë viral në rrjetet sociale.